Shumë veta më shkruajnë që kanë vendosur të lënë mallin tani që është muaji i Ramazanit. Është një diçka shumë e mirë, sepse unë mendoj se çdo gjë që të ndihmon për të lënë mallin dhe për të jetuar i pastër është një diçka shumë e mirë. Edhe se nuk jam ndonjë besimtar, nuk ndjek në një fe. Mendoj se është një diçka shumë e mirë, por nuk mjafton, sepse nëse nuk mundohesh të përmirësosh ato situata që më përpara të shqetësonin, sidomos situatat familjare, nëse nuk i dedikohesh cilat ishin gjërat që të shqetësonin më shumë më përpara, është diçka goxha e mirë ky muaj që të ndihmon për ta lënë, por nuk mjafton, sepse nëse nuk përmirëson çfarë të stresonte dhe çfarë të shtynte më shumë për të përdorur, është diçka goxha e vështirë. Nëse fillon dhe përmirëson ato situata, sidomos familjare, jam i sigurt që do të ndihmoj për të jetuar i pastër edhe mbasi të mbaroj ky muaj që je i motivuar. Pra të vendosësh për mos të përdorur më. Kjo është zgjidhja më e mirë, të vendosësh që mos përdorësh më për gjithë jetën tënde. Rri i pastër dhe kujdesu për veten.